Luteni Allahun për shëndet. Ebu Ibrahim Abdullah ibn Ebu Eufa radiallahu anhu transmeton se një ditë, kur po prisnin armiku në një betejë, i dërguari Allahut alayhi salam priti derisa dielli anoi nga perëndimi dhe më pas u ngrit e tha: O njerëz, mos e dëshironi përballjen me armikun dhe lutuni Allahut për shëndet. Por, kur të përballeni me armikun, duroni, rezistoni dhe dijeni se xheneti është në hijen e shpatave. Pastaj i dërguari Allahut alayhi salam tha: O Zoti im, zbritësi i librit, lëvizësi i rebe, shpartalluesi i aleancës së të keqes në luftën e Hendekut, shpartalloj ata, armiqtë tanë dhe na ndihmo kundër tyre. Abdullah ibn Ebu Eufa radiallahu anhu dhe babai i tij ishin të dy sahabët profetit alayhi salam. Ai ka marrë pjesë në besatimin e Ridwanit, në betejën e Hunenit dhe betejat e tjera më pas. Llagapi i tij ka qenë Ebu Ibrahim. Abdullahu radiallahu anhu nuk është larguar nga Medina derisa ndroi jetë i dërguari Allahut alayhi salam. Më pas ai shkoi në Kufe. Abdullahu radiallahu anhu ka transmetuar 95 hadithe, 10 prej të cilave shënohen në mënyrë të përbashkët edhe nga Buhariu dhe nga Muslimi, 5 të tjera vetëm nga Buhariu dhe një transmetim tjetër vetëm nga Muslimi. Abdullahu radiallahu anhu, i cili humbi shikimin nga fundi i jetës, ka qenë edhe sahabi i fundit që ka ndëruar jetën në Kufe. Allahu qoftë i kënaqur me ta. Imam Neveviu, hadithin lidhur me pikën më të rëndësishme ku nevojitet durimi, pra xhihadi, lufta për hir të Allahut, e ka vendosur në fund të temës së durimit. Fakti që i dërguari Allahut alayhi salam ka pritur animin e diellit nga perëndimi për të luftuar me armikun, duhet të ketë qenë me qëllim që të freskohet disi moti dhe ty koha e namazit, në të cilën lutjet janë më të pranuara. Të dëshirosh të përballesh me armikun, do të thotë se në një farë kuptimi i beson së tepërmi vetes dhe nëmbledhson armikun. Të kërkosh të përballesh me armikun është një dobësi morale, ndërsa ti besosh së tepërmi vetes është një gabim i madh taktik. Që të dyja këto i përgatisin njeriut jo triumfin, por humbjen dhe pendimin. Ky hadith, i cili do të përsëritet edhe në hadithet e tjera, është në përputhje të plotë dhe ecën paralel me këto ajete fisnike. O besimtar, kur të përballeni me ndonjë forcë armike, qëndroni të patundur dhe përmendni shumë Allahun që të fitoni. Binduni Allahut dhe të dërguarit të tij dhe mos u grindni ndërmjet jush, sepse do të humbni guximin e do t'ju lërë fuqia. Bëhuni të durueshëm, se Allahu me të vërtet është me të durueshmit. Mos u bëni si ata, jo besimtarët e Mekës, që dolën nga shtëpitë e tyre me mendje madhësi e përsye faqe të botës, duke dashur t'i pengojnë njerëzit nga rruga e Allahut. Surja Anfal 45-47. Ashtu siç tha dhe i dërguari Allahut alayhi salam, ajo që duhet bërë është të kërkosh shëndet prej Allahut, dhe padyshim se ti kërkosh Allahut shëndet dhe mirësi. Në të dyja botët dhe në jetë pa probleme e vështirësi është gjëja më e natyrshme. Njeriu i mençur nuk e kërkon belan me duart e veta, mirë po besimtari, i cili përballet me armikun pa e lutur këtë, ai duhet të mbajë qëndrimin e një besimtari të vërtet, duke bërë durim dhe rezistencë. Kjo sepse një nga rrugët që të çojnë në xhenet është edhe xhihadi. Pra kjo kuptohet edhe nga shprehja: xheneti është në hijen e shpatave. Durimin ndaj pasojave të luftës, vështirësive dhe dhimbjeve, të sjellë edhe fitoren e luftës edhe fitimin e kënaqësisë së Allahut. Sipas një transmetimi tjetër të Buhariut, lutja që i dërguari Allahut alayhi salam bën në fund të hadithit është bërë në betejën e Hendekut. Në këtë mënyrë, del në pa edhe fakti që lutja është një ndihmëse e madhe në durimin ndaj belave, fatkeqësive dhe armikut. Po ashtu, edhe në ajetin e sipërpërmendur shprehja: kur të përballeni me ndonjë forcë armike që ndroni të patundur dhe përmendni shumë Allahun që të fitoni, tërhiqet vëmendja në një lidhje të fortë midis durimit, përmendjes dhe lutjes së Allahut. Prandaj mund të themi se durimi, i cili në hadithin e parë përkufizua si zia, ndriçues, dhe ky ndriçim që i jep njeriu forcën e rezistencës, e shton përmendjen e Allahut dhe përgjërimin ndaj tij. Ne si musliman e kemi për detyrë të ndihmojmë durimin ton me lutjet tona dhe veten ton me durimin ton. Në këtë mënyrë do të arrijmë të bëhemi musliman të fortë dhe rezistent ndaj të gjitha vështirësive të jetës. Allahu na ndihmoft. Mësimet që nxjerrim prej hadithit. 1. Durimi në luftë është kushti themelor i arritjes së fitores. 2. Vendi ku durimi është më i domosdoshëm është ai përballë armikut. 3. Durimi është treguesi një besimtari të fortë
tek Allahu.